Atëherë fillojmë. Në fali pak për vonesën, po për arsye objektive. Të nderuar pjesëmarrës, sot është një ditë e veçantë ku Muzeu Kombëtar në bashkëpunim me shoqatën Labria Dega Tiranë merr përsipër promovimin e librit të Arallan Kotës, Koçokota për një Shqipëri oksidentale. Ky libër vjen pranë jush mbas 5 vjetësh pune studimore, mbas 5 vjetësh punë punëtuese, mbas mira e një kopjesh letrash të coptuara, por njëkohësisht edhe të sistemuara, ku Arallan Kota është përpjekur të nxjerrë në pa figurën e ish-kryeministit Koçokota me përmasat e tij shumë dimensionale. Dua të theksoj se në këtë libër, në ratë parë, unë duhet falenderoj profesor Barbosh Gaça, i cili ka dorë redaktimin shkencor të këtij libri. Unë kam parë një seriozitet pune të jashtëzakonshme në këtë libër voluminoz rreth 600 faqe. Vite më parë unë kam bërë një libër Ëndrat e Mërdimit, ku pa dashur kam rrokur, pa ditur se një ditë do të isha pjesë e këtij libri për figurën e Koçokotës. Në këtë libër kam rëmuar në disa arkiva të Greqisë, ku kam gjetur rastësisht se si u arrestua Koçokota në Greqi dhe erdhi në burgun që kishte ndëtuar vetë. Dhe nuk është rasti i parë ku shumë figura patriotike, intelektuale në regjimin komunist janë dënuar padrejtisht. Prandaj ky libër është një përçarje, është një mënyrë komunikimi e re me lexuesin, ku Arallan Kota ka dashur të sjellë në mënyrën më korrekte figurën e Koçokotës. Si parantezë do të theksoj, pavarësisht që është nga fisi i Kotave, Arallani në asnjë moment nuk është ndikuar nga farepismia, por si një studiues i mirëfillt, është përpjekur që nëpërmjet dokumentacionit të saktë në arkivat korrekte ta sjellë Koçokotën ashtu siç është, pa e lartësuar dhe pa e ndërsuar. Dhe kjo është merita kryesore e këtij libri. Kur kam lexuar librin e profesor Barbosh Gaçës, me vërtet kam gjetur të gjithë atë që duhet të ketë një libër historik real, i pa parë me syze partijake apo me jashtëmëri. Dhe kjo është merita kryesore e këtij libri. Megjithatë, unë kam shkruar diçka për këtë libër, por sot do të jenë të tjera ata që do të thonë